Përshëndetje për gjithë shikues të dashur të televizionit të vënjet të emisionit Amel. Mirë se po takohemi bashkë edhe në këtë vikend, duke shpresuar që jeni duke kaluar një të diel të bukur. Sot kemi mjau transmetuar një material vëdisues, një material i cili ju tregon se si me përdor armën. Kemi ardhur tek poligon Jani, i cili është duke na mirëpritur instruktori Besarti. Besarti ka na tregu konkretisht hap pas hapi se çka duhet ndjekur deri tek gjuajtja me armë zjarri. Për më shumë informacione, ndiqni materialin deri në fund dhe do i kuptoni të gjitha. I cili na ka mirëprit sot instruktori Besarti. Në rubrikën Një ditë me mua kam na tregu krejtësisht procesin e të marrjes lejes armëve, mirë po edhe se çfarë lloj praktike duhet me bë, të marr parasysh që arma është një mjet i rrezikshëm edhe tek e përshën në fund ditës, mirë po që patyshim që duhet me ditë shumë rregulla deri tek përdorimi edhe gjuajtja me armë. Instruktor, faleminderit shumë që na mirëpritë. Mirë se erdhët në poligonin Jani, faleminderit për kohën. Na trego pak paraprakisht, jo me veshën me një lek antiplom, po çka duhet me ditë para se me hy tek gjuajtja me armë, rregullat kryesore. Po para se me hy te rregullat, para se me kap armën, duhet me ditë gjithmonë që është arma është mjet dhe ke pyrst. Duhet me pas gjithmonë kujdes me armë kur ta kesh në dorë. Rregullat e instruktorit gjithmonë duhet të kesh parasysh dhe të zbatosh. Është lek taktikal. Antiplom nuk lejohen në Kosovë, përpos zyrtarëve policor. Nuk përdorëm lek antiplom këtu në poligon, por rregullat i tregojmë çdo klienti që vjen këtu edhe gjithçka shkon marrë mirë. Tregona pak më konkretisht për vendin ku ndodhem me armët, mirë po edhe deri tek marrja e lejes tonë si instruktor, çu fillove krejt me armë? Po gjithmonë kam pas pasion në armë. Kom kry trajnim për instruktor bazik, do më për armë. Tash jam këtu në poligonin Jani me punë në këtë ambient shumë në kollushëm, shumë qetë, shumë kreativ. Këtu shiten armët, normal me pëlqim, me leje, po edhe bën trajnime për ata që dojnë mu pajis me armë. Çka duhet me pas parasysh një rinj nëse si vjen për mu pajis me armë? Cilat janë ato, themi kështu, hapat e parë që duhet me ndërmarr pa marrë parasysh se duhet me ndjek ligjëratat edhe me bë disa gjuajtje këtu në poligon? Hapat e parë duhet me ka i moshës mbi 21 vjeçare. Këtu kryen disa trajnime, çysh përdoret arma, rreziqet e armës. Tani vjen edhe provimi teorik, të cilën marrin pjesë edhe disa persona zyrtar nga Ministria e Mbrëmshme. Jepet provimi teorik, i merr pikët e meritune, i merr certifikatat, vjen te na edhe shkon polici bën pëlqim për mu pajis me armë. Nëse ja lëshojmë pëlqimin Ministria dhe Policia, vjen këtu edhe pajiset pa problem. Tregona pak për ambientin që jemi, që tash ka armë revole edhe armë të gjata, armë shkurta dhe armë gjata. Unë nuk jam ndonjëfarë profesioniste, po çtu i di. Armë dohen në dy kategori, armë e vjaska, armë pa vjaska, armë e gjata. Këto të shkurtat, revole domethënë janë armë me vjaska të shkurta. Armë këtu kena prej kalibrit 4.5, cila është ajrore, deri 7.62 te kallashi. Normal që armë këtu shiten gjitha llojet, normal do edhe krejt këto armë përdoren për reale aksion, për sport, edhe për gjuhëti. Domethënë nuk përdoren për diçka tjetër. Këto ta kena parasysh. Kush do mu pajisë në Kosovë për armë është vetëm për sport. Po. Tregona, a kanë interesim më shumë te revolet, tek kallashat, tek pushkat, ka është interesimi që me marr leje më shumë? Gjitha llojet e armëve fshiten. Gjitha llojet e armëve varet tani për çfarë kategori ti aplikon për mu pajis me armë. Janë 3 kategori, thash edhe një herë, armë gjuhëtie pa vjaska, armë gjatë pa vjaska, armë gjatë me vjaska, cilat hin karabinat, kallashi, edhe hin armë të shkurta me vjaska për revole. Ka person që i merr 3 kategorit, i ka mundësit edhe pajiset me 3 armet e zjarrit. Me karabin, me pushk gjaho edhe me revole. Tregona pak për revolet, konkretisht për to. Je ekspert i tyre, instruktor që jep orë për to, që një person më pajisë. Shumë modele të revoleve, vim këtu prej prodhimeve turke, cilat janë me çmim pak më tolt,
edhe ju përshtaten kosovarëve, janë armë shumë cilësore. Arma Kjo është një armë turke, cila është shumë e pëlqyeshme në vendin tonë. Po kemë tani kategori pak më të rona në nalt, rafte të tjera, armë cilat janë austriake, gjermane, amerikane. Këtu i morën vetëm maraklit e armëve, çka janë padyshim që edhe më të kushtueshme. Normal. Kjo është një kalibër shumë i madh, është kalibër 45. Është armë shumë e mirë, prodhim italian. Po. Ko gjeron, është armë për burra, është armë për burra, po, ka kërkesa shumë, normal që ka njerëz pasionantë të fortë arme, cilat i vlerësojnë, edhe nuk e këshyrin çmimin, edhe pse me çmime jena shumë real. Kur jemi te revolet, po më intereson me ditë prej sove deri në sa mundet me arrit një revole më ble në vendin tonë, po. Çmimi. Po prej 1000 euro deri në na s'kena këtu, na kena deri në 3000 euro dikun çmimin, po ka në Kosovë deri në 30.000 euro. 30.000. Maraklit e revoleve. Heckler ka është gjerman, 9x19. Është armë shumë taktikale, shumë e fortë që përdoret edhe nga forcat elitare. Elitare botërore, është armë e cila nuk din me të korrit edhe është armë shumë e fortë. Po më intereson me ditë besar ti instruktori i armëve, po atë ka shku ndonjëherë mendja që më bë pjesëtar i Forcave Sigurisë Kosovës? Ka kaluar e ko, on the recam me kon ose pjesëtar i Policisë Kosovës ose i Forcave të Armatosura të Kosovës, por mosha ime ka arrit atë nivel që nuk kam mundësi. Rikon i rije pas ke pas këtë ndër gjithë. Pas këtë ndër jam në testë nuk kam mujt që qenë shku gjona në Kosovë, kështu që e kam onër, po tash jam ma jafër, sepse, po normal, sepse kam punë gjithë me armë edhe është një farë shkolla kjo, është trenarimi mësu brezat e ri që është përdurat armja. Jo brezat e ri, po edhe të vjetër, se ka edhe të më shumë që vinë edhe nuk, seriozisht me regla nuk din me përdur armët. Padyshim. Na mësu katunar që kështu nxezen edhe nuk dim çka është armja edhe çfarë rrezik ka armja. Po tregon pak për rreziqet që mundet me pas një njeri prej armëve, padyshim që na e cekëm edhe krejt në fillim që është vërtet keprueshse, po mbi gjitha mundet edhe me lëndu veten nëse vetë se nuk din me përdor shumë mirë. Po një këshill për ata që nuk e din spaku kushtet bazike për armë, mos e merr armën dorë hiç. Armat din me bo shumë gjona të këqija, tonë e dina këto, po do të me pas shumë kujdes. Njeri që ta ka pa armen është rregull gishtin asnjëherë gishtin të komza mes me pas. Përderisa se ki në plan me rrok një objektiv. Rregula numër 1 është never click. Arma s'ka kur gja, po never click, derisa të merresh shënjesrën. Kështu që çdo kujdese edhe nuk është arma e rrezikshme nëse ban kujdes shumë shtuar. Tregona pak për pjesën e kallashave me sa di one, çështoj ju thojmë na në gjuhën katunar që vëshë kështu. Po, e vërtet, kjo kallash, ky 47, në vërtet, 7.62 kalibri, është model prodhim turk, është sani i ri, është armë që çdo familje ka pasion këtë armë. Në Kosovë, po, e ka pasion në Kosovë këtë armë, ka dirë zoti që kena arrit tash me pas edhe armë të reja në Kosovë, edhe normal për ata njerëz që e kanë ëndër me pas një armë. Na mujna me realizu. Marrin leje për me gjujt me këtë kallash, është një prej kallasheve më të kërkuara. Me këtë kallash lejohet me gjujt vetëm në ambientet jashtme, në poligonet jashtme. Në ambientet brendshme nuk gjuhet me këtë kallash, sepse është armë e fuqishme, tonë e dinë çfarë armë. Po lejohet me pas poligon të jashtëm. Do të shku pak edhe te pjesa e ligjëratave, ku vetë si mbani ligjëratat, mirë po edhe tek poligoni i qitjes, për çuj kështu. Kështu që shikues dashur, vazhdoni edhe kështu në intervistën deri
ligjëratave është një ndër ambientet më të rëndësishme për gjithë ata që vinë dhe marrin ligjërata për me marrë një armë të paktën kështu. Me sa di unë, këtu bëhen gjitha ligjëratat se çysh më përdor rregullat edhe krejt tjetër për me marrë lejen për një armë kështu. Po, kjo klasë tash që hina mrena është vendi ku marrin ligjëratat për armë, çysh përdoret arma, është për klienta të rinj dhe për njerëz që duhen më mësu më shumë. Normal këtë klasë bëhen edhe teste teorike nga Ministria e Punëve të Brendshme. Është mujna me imrana. Është klasë me kapacitet deri në 40 persona. Këtu zhvillohen testet, gjithçka shkon domethënë që duhet sipas ligjit edhe shumë në rregull shkon. Është kënaqësi kur të shesh mosh të klasën edhe seriozisht është kënaqësi çdo muaj bëjnë atë teste për armë zjarre. Thashë më që është kënaqësi kur të shesh të rinjt edhe që duhen më pajis me armë me leje edhe qysh në ka hije me leje. Pjesa praktike është kryesorja, për me marrë një armë edhe me dalë me gjujt jashtë, njëherë doheni me gjujt mrena. Mirë po edhe armë ndallojnë ato të poligonit brendshëm dhe ato të poligonit jashtë. Me për më shumë, hajde shkojmë edhe shohim tek poligoni se çka na pret, nëse vime dhe bëjmë praktik për me gjujt me një armë. Poligonin e brendshëm, poligoni i brendshëm. Ashtu unë nuk jam shumë e mirë në armë, edhe kam gjujt krejt një herë në jetën time dhe ato kur jam shku me bë storie tek një poligon tjetër. Mirë po tregona çka duhet, cilat janë rregullat, pas ka të rregulla kryesore themelore për me gjujt me armë zjarri. Po, tash siç the edhe ti, jena në poligonin e brendshëm. Në poligonin të cilën duhet me pas shumë kujdes, duhet me zbatu rregullat e instruktorit, rregullat e poligonit. Si fillim gjitën kufjet, sepse bëhet një ushtim e madhe armës kur të hapet zjarri, edhe rregullin vjen klienti, unë i tregoj rregullat bazike domethënë që duhet i di ai para se ta kap armën në dorë. Pyetja e parë është ta ke përdorur në herë armë. Në këtë rast që s'ke përdorur ti armë, duhet me pas shumë kujdes me t'i tregu rregullat. Normal çdo njeri duhet me tregu rregullat, po me ty unë duhet me qenë më vigjilent edhe më i kujdesshëm. Me çdo njeri unë jam i kujdesshëm. Po ti kur thosh për herë të parë, është rreziku shumë më i madh. Edhe duhet me pas shumë konsiderata të punë që armja nuk u loj. Armja mund me bë më të keqen. Duhet me pas shumë kujdes. Po gjithçka shkon mirë. Gjithçka shkon mirë si ti jesh me rregulla, si ti dish rregullat, si ti ofrosh klientit çu duhet, nuk ka diçka problem. Apo më tregon mu si hera e parë çka duhet me bë. Rregulli numër 1. Pelshoj mikrofonin çto, edhe ku i zhvillojmë rregullat. Rregull që erdha me gjuhë tash, për zonë që erdha me gjuhë, rregulli numër 1, unë si instruktor duhet me tregu. Rregulli numër 1 është arma është reale, fshek general. Kështu që kujdesi unë maksimal. Rregulli numër 2, gishti asnjëherë të komza. Përderisa nuk e ki një qëllim me rrug një objektiv, për shembull në këtë rast numër 10 letra. Po. Përgatiten bushet arma. Përgatiten. Këtë pikë e merr shënjesën me këto dy pjeka. Për shembull të leçi, atëherë përgatitesh edhe shtin gishtin të komza. Edhe nga i përzjarr. Po asnjëherë s'duhet me lako armën as poshtë, as anë, as kërka. Edhe pse është e thatë arma qëtash. Po. Armën gjithmonë duhet me konsideru të mbush. Armën gjithmonë duhet me konsideru të rrezikshme edhe me pas kujdes. Kur ti kish këtu që kujdes kur ta aplikosh, asnjëherë nuk është rrezikshme. Nuk është rrezikshme. Gjithmonë pa kujdesia i bën ato punë që vjen deri te makish. Apo gjujna as po gjujna. Nëse dën me gjuhë, i merr kufjet edhe një herë ti tregoj rregullat, tash zyrtarisht edhe vazhdoj. Rregulli numër 1, armja reale, fshekja real, kujdesi maksimal armën nëse la kërka. Rregulli numër 2, arma kapet pozicion. Pozicioni e durave. Okej. Vazhdon. Kur bëhet kjo pikë,
me këtë pikë njëjtë, Po. shënjesër atje, Gjumë. e shtim gishtin të komza, edhe zjarë. Okej. Asë njëherë me lakorëm të kusht, ose onësh. Sot fëshek një është fëshek të ashtë. Jo. Qie, njështë. Me një për shkujna kësaj radhe. Gjithë këtë. Rregull, ka të armën. Bravo. Jo njëherë, ka dalë. Bravo. Ja shëkoj. Rregull. Ka dalë që të pikë, me këto 2 pika dhe njëjtë. Po. Shtë në gishtin ka dalë, përgatitu. Full shpet. Rregull, që armë. Arma tash. O të një po? Po. Arma tash më ditë kur e pastrunë. Gjithë karikatori. Shikoj kyta. Ska fshet E pastër. E pastër. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i ndavën për gjithë shikuesit tonë. Padyshim që gjithë ata që dëshirojnë mundet me ardhë me marrë instruksione prej teje, mirë po edhe është një punë e cila duhet më mësu para se me marrë edhe me gjujtë marrë. Ashtu që shqetëseka dhe ti, pasi që arma është një vdekjeprorës në funditës. Në bëj apel të gjithë popullin e Kosovës, të gjithë rinin, sidomos rinin, sepse një moshë e rritur e pjekur e din çka bën armja. Rinia nuk e din. Ju lutna mos i përdorni armën, mos i kapni armët pa i ditë rregullat. E janë pa isë në marrë me leje, sepse na ka prunë Zoti, e kena pas onër në shqiptarët. Me pas arme me leje të Republikës, qërë çdo arme ishte në Republika e Kosovës, është kënaqësi me pas arme me leje në shtëpi, edhe është kënaqësi me sipas rregullave më mësu si të përdoret armja edhe si për çka të përdoret armja. Armja përdoret vetëm për sport, për tjetër gjë nuk përdoret armja. Kosovë ka kalu koha e luftës e gjanave të këqija, kështu që i ftoj gjithë rinin, pa më varësisht ku do të më ardhë, më pa isë më ardhë, edhe me mësu rregullat praktike, teorike, edhe që shpërdoret armja. E shikuesdosh, ishin gjitha këto informacione që i kemi sjellë këtë javë në rubrikën Një ditë me mua, padyshim që gjuajtja me armë ka një ashtu emocion, adrenalin në vete, po që gjithë ju që dëshironi me ardhë dhe më pajisë me armë, padyshim që mundeni më drejtu tek besarte edhe poligoni ku aktualisht punon, edhe pse jo me mësu krejt procedurën prej ligjëratave deri tek praktikja ajo që është edhe më kryesorja. Për materiale të tilla që jemi në vazhdimsi deri atëherë qëndroni me ekranet e TV Nishit. Mirëmbëjtje.